Në këtë edicion do të ndiqni. Përkujtohen viktimat e masakrës së ndodhur në familjen Vesa. Hendikos në Gjakov shënon ditën e autizmit me aktivitetin dyert e hapura. Bashku, mësimdhënësit të mos nënshkruajnë kontrata të reja që nuk mbrojnë të drejtat e tyre. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Rreth 60 shqiptarë të bashkësisë së parë në Gjakov janë masakruar nga forcat serbe në mesnatën e 1 dhe 2 prillit të vitit 1999. Në atë lagje u qelluan dhe u dëgjën të gjallë edhe burra, gra e fëmijë të strehuar në familjen Vesa. Masakër kjo që kishte tronditur vendin. Si çdo përvjetor edhe sot në varrezat e qytetit u mbajtën homazhe në përkujtim të vdekjes së tyre si një nga historitë më të trishta të ndodhura në Kosovë. Në natën mes 1 dhe 2 prillit 1999 në Gjakov, forcat serbe masakruan e vranë rreth 60 civil shqiptar të bashkësisë së parë lokale. Si çdo përvjetor tjetër, edhe sot familjarët të vrarëve u gjendën para pllakës përkujtimore që simbolizon masakrën e ndodhur në familjen Vesa, për të kujtuar mes lotësh e emocionesh secilin person të pafajshëm në këtë histori. Albina Hoxha Bakia thotë se tmerrja e asaj nate ishte i paharrueshëm. 1 dhe 2 prillin e kujtojmë me shumë dhimbje, me shumë madh, po jemi edhe krenar që gjithë popullin e kemi mbas vetes. Që njerëzit edhe mas 27 viteve vinë omazh dhe nuk na harrojnë. Përfaqësues të partive politike e qytetarë të shumë gjatë gjithë paraditës të shoqëruar në grupe bën homazhe për të nderuar viktimat e pafajshëm të gjenocidit serb. 21 të vrarët të familjeve Vesa, Hoxha Haxhiavdia, Caka, Gashi dhe Nuçi, të strehuar në shtëpinë e lullëzimit, unë gjetën në qiell bashkë me flakën që dogji trupat e tyre për ta sjellë dritën e lirisë. Në po të njëjtën ditë, ndodhen edhe vrasjet dhe masakrat e 57 martirëve të familjeve Cana, Gërçari, Guci, Demjaha, Deda, Leshi, Dylatahu, Tetrica, Bardunici, Haxhia, Çarkaxhia, Pozhegu, Kavaja, Spahiu, Hraçia, Dinaj, Aliu, Glloxhani, Thaçi dhe Muhaxheri, ku edhe aty kryesisht u morën burrat dhe djemt për të vrarë e më pas edhe zhdukur. Shoqata Hendikos në Gjakov sot gjatë gjithë ditës ka pritur mysafirë në kuadër të aktivitetit dyert të hapura që shënon ditën botërore të autizmit. Mysafirët patën rastin të njihen më shumë aktivitetet, programet dhe projektet e personave me autizëm, gjithmonë duke synuar që gjatë kësaj dite të kenë edhe ndonjë bashkëpunim të mundshëm institucional. Antarët të Hendikos në Gjakov kanë mbajtur sot aktivitetin dyert të hapura për të shënuar ditën botërore të autizmit. Arber Xhara tha se përmes këtij aktiviteti të gjithë vizitorët kanë mundësi të njihen më shumë me projektet dhe punën që zhvillohet në këtë mjedis, të mbushur me dashuri që ofrojnë të gjithë ata që e frekuentojnë në baza ditore. Edhe pse tashmë janë bërë disa vite që të paktën një herë në vit ne si Hendikos Gjakov organizojmë aktivitetin dyert të hapura. Po këtë vit kemi përzgjedhur pikërisht datën 2 prill, e cila përkon me ditën ndërkombëtare të personave me autizëm, ku sot prej orës 10:30 vetëm i kemi hapur dyert për pritje për nxënës, përfaqësues të institucioneve të ndryshme, qytetarë të rëndomtë dhe kushdo tjetër që është i interesuar për më njoftuar më afër me punën, shërbimet dhe aktivitetet që ofrojmë ne si Hendikos Gjakov. Sot festa kishte tjetër kuptim. Të gjithë antarët ishin përpjekur që përmes aktiviteteve ta bëjnë sa më të bukur këtë ditë. Na edhe vim në bëmë edhe aktivitet që kena bërë disa aktivitet dhe me Hendikosin që kena bërë disa aktivitet. Jena mbledh këto në qendrën Hendikos në Gjakov, jemi të bëjë aktivitetet ndryshme, jena mbledh sot krejt stafi Hendikosit dhe grupi për me bo aktivitetet ndryshme mrekullueshme.
Në përpjekje për të rritur ndërgjegjësimin global për autizëm, 2 prilli është caktuar si dita botërore e ndërgjegjësimit për autizmin. Qëllimet e kësaj dite janë të ndërgjegjësojnë njerëzit të kuptojnë dhe të pranojnë personat me autizëm, si një përpjekje për t'i dhënë fund diskriminimit ndaj personave me autizëm. Autizmi është një spektër i çrregullimeve që shfaqet në fëmijëri të hershme duke shkaktuar vonesa në zona bazike të zhvillimit si të mësuarit të ecë, luaj apo ndërveproj me të tjerë. Profesionalistët e fushës së logopedisë pohojnë se zbulimi i hershëm i spektrit të autizmit përbën një diferencë të madhe në zgjedhjen e teknikave për të trajtuar pastaj këto probleme. Në kuadër të shënimit të ditës botërore të autizmit, sot në shkollën e mesme të ulët Mazlum Këpuska, është mbajtur një ligjëratë vetëdijësuese nga logopedi Dion Gjoka, me qëllim informimin dhe ndërgjegjësimin e nxënësve rreth këtij çrregullimi zhvillimor. Autizmi është një çrregullim neurobiologjik, i cili vjen nga shkaqe të ndryshme të pavërtetuara deri më sot, edhe që karakterizohet me disa elemente kryesore. Elementet kryesore të autizmit janë tërheqja sociale, vështirësinë komunikim, edhe vështirësinë socializim që lidhet direkt me tërheqjen sociale, edhe disa lloje të stereotipeve, sjellje të përsëritura të cilat e karakterizojnë një person me autizëm. Mes tjerash, logopedi Gjoka theksoi se autizmi është një çrregullim që zgjat gjatë gjithë jetës dhe mund të vrejë që në moshë të hershme, duke bërë të rëndësishme identifikimin dhe ndërhyrjen e hershme. Autizmi është një çrregullim i cili zgjat gjithë jetën, edhe mundet më vrejtë në mosha shumë të hershme, kur një person është një vjeçar, mundëm me vrejtë elementet autizmit edhe ma herët se mosha një vjeçare. E jam të përmend qëllimisht çdo detaje për shkak që secili prind duhet me ditë se çka është autizmi edhe cilat janë këto detaje të cilat përcaktohen bazë milestonesave. Ai gjithashtu foli edhe për elementet kryesore të autizmit. Duhet me analizu zhvillimin e fëmijës nga atë parë. Nëse një fëmijë nuk është i mri ato etapat e zhvillimit në moshë caktuar, edhe është shoqëruar me elementet autizmit, që atëherë kemi të bëjmë me dyshime për autizëm edhe ai fëmijë duhet të vlerësu për një logopedi apo një psikolog dhe mu trajtu. Gjoka shtoi se qëllimi i kësaj ligjërate ishte që nxënësit të informohen më shumë rreth autizmit dhe të krijojnë një qasje më të drejtë dhe më gjithëpërfshirëse ndaj personave që jetojnë me këtë çrregullim. Sot kena ardhur me bisedu me nxënësat që janë të klasës 7 dhe të 9, edhe që janë mjaftueshëm të pjekun që me kuptu se çka është autizmi nëse i transmetohet prej një profesionisti. Po unë kisha dashur shumë që fëmijët më eduku dhe në mosha më të hershme, kur janë në klasë të parë apo në klasë të dytë, ku është koha që takohen me shokët dhe shoqet e reja, të cilat jo secili është i njëjtë me njëri tjetrin. Ndërkohë, nxënësi Omar Shehu shpreh se personat me autizëm nuk duhet të bullëzohen në asnjë mënyrë dhe se ata meritojnë mbështetje dhe përkrahje nga të gjithë. Me pas autizëm është shumë zërë edhe na gjithë duhet mi rujt edhe mes me i bullizu, se me i bullizu autistat është shumë keq. Se ata nuk kam pasif më lindë në këtë mënyrë, po veç jetojnë kështet. Na duhet mi rujt edhe me i mbajt afër e jo me i bullizu. Ky aktivitet u realizua në kuadër të ndërgjegjësimit për ditën botërore të autizmit, duke synuar promovimin e pranimit, mirëkuptimit dhe përfshirjes së personave me autizëm në shoqëri. Nga Sindikata e Bashkuar e Arsimit në Kosovë, mësimdhënësve po ju kërkohet që të mos nënshkruajnë versionin e kontratës kolektive që është duke qarkulluar, pasi sipas tyre ky version nuk i plotëson kërkesat e mësimdhënësve. Edhe pse në Gjakov ky version ende nuk është ofruar mësimdhënësve, i pari i sindikalistëve në këtë komunë, Zenon Nimani, ka bërë thirrje për kujdes. Spashku ka paralajmëruar mësimdhënësit që të kenë kujdes dhe të mos nënshkruajnë kontrata të reja pune që dëmtojnë të drejtat e tyre. Pas kadimit të kontratës kolektive dhe shkëputjes së njëanshme të saj nga mashti, i pari sindikalistëve në Gjakove, Zenon Nimani, thotë se versionet që po qarkullojnë e që i posedon Spashku janë më të pafavorshme se kontratat ekzistuese dhe nuk janë në përputhshmëri me UA10 thye për 2015,
për kontratat e punës për mësimdhënësit e arsimit para universitar. Arsyeja është se nuk i kem pranu edhe janë të papërshtatshme e shumë të papranueshme për arsimin në përgjithësi në Kosovë. Është kontratë që nuk dihet as kush e ka punu mirë, mas po e thuhet që një organizatë jo qeveritare e kanë shpërnda, kanë kërku një 3-4 komuna, drejtoritë komunale, 3-4 komunave në Kosovë që me fut në implementim këtë kontratë me nënshkruar mësimdhënësit. Është shpërnda në për disa komuna, por nuk e kanë nënshkruar. I pyetur nëse kjo kontratë ngjashme është dërguar edhe në Gjakov, Nimani tha se fatmirësisht ende jo, por kujdesi duhet të jetë i shtuar. Fatbarësisht, në Gjakov as nuk e kanë marrë, as nuk kanë insistuar me shpërndarje me nënshkruar këtë kontratë. Kjo fatbarësi edhe është shumë pozitive për ta, sepse është e pavorshme ose e papranueshme në çdo aspekt, vetëm te pika 5 e neni 2 thotë kjo mësimdhënie pune është me kohë të pacaktuar dhe ka filluar nga data kur e ke nënshkruar ose kur ka filluar kjo. Kjo marrëdhënie pune me kohë të pacaktuar. Këtu janë ato lojna që i kanë luajtur që i qeresh shekulli me arsimin, tash me ta mundsu e me mundsu vetet partitë ose udhëheqësit komunale me lujt me mësimdhënës që duan. Prano kur dush, hiqe kur dush, zaventso kur dush me tjetrin. Prandaj zbashku ka mulkom dhe qëndron pranë atij refuzimi se këto për sistemin arsimor janë të papranueshme. Të gjendur para kësaj situate, sindikalistët e arsimit vazhdojnë të kërkojnë rinegocimin e një kontrate të re që garanton shujtat, udhëtimin dhe shpërblimet jubilare. Në të kundërtën mësimdhënësit këshillohen që të konsultohen me përfaqësuesit e së bashkut përpara çdo nënshkrimit të dokumentave të reja të punësimit. Nga data 1 prill 2026, të gjitha automjetet që posedojnë xhama të errësuar do të duhet i legalizojnë ato përmes procedurës së A-testit në mënyrë që të jenë të rregullta në dokumentacion. Institucionet bëjnë të ditur se pakryerjen e A-testit, foilet në xhama do të konsiderohen të parregullta, gjë që mund të sjellë edhe penalizime për drejtuesit e automjeteve. Nga data 1 prill 2026, të gjitha automjetët që posedojnë xhama të errësuara do të duhet t'i nënshtrohen procedurës së A-testit në mënyrë që të jenë në përputhje me legjislacionin në fuqi. Institucionet përgjegjëse bëjnë të ditur se çdo automjet që ka folje apo ndërhyrje në xhama dhe nuk ka të kryer këtë procedurë, do të konsiderohet si e parregullt në dokumentacion. Në këto raste, drejtuesit e automjeteve mund të përballen me masa ndëshkuese dhe gjopa. Kjo çështje lidhet drejt për drejt me procesin e homologimit të automjeteve, i cili garanton përputhshmërinë teknike dhe sigurinë në komunikacion. Megjithatë, autoritetet sqarojnë se automjetet që kanë xhama të errësuara nga prodhuesi dhe që janë të regjistruara si të tilla gjatë homologimit nuk do të kenë pasoja ligjore. Këto specifika teknike janë të evidentuara në dokumentacionin zyrtar të mjetit dhe konsiderohen të rregullta. Qytetarët këshillohen që të verifikojnë gjendjen e automjeteve të tyre dhe nëse është e nevojshme, të kryen A-testin brenda afateve të përcaktuara për të shmangur penalizimet dhe për të qenë në përputhje me ligjin. Edicionin po përmbyllim me një informacion nga shtëpia jonë mediatike. Televizionit Syri nga nesër i shtohet një emision i ri i kushtuar tërësisht fëmijëve të qytetit tonë. Të vegjëlit e Gjakovës me autore Arsa Sarqini mund ta ndiqni çdo të premten në ora 17:30. Televizionit Syri nga nesër do t'i shtohet një program i ri dedikuar më të vegjëlve. Bëhet fjalë për emisionin Të vegjëlit e Gjakovës, me autore dhe moderatore Arsa Saraqini, i cili synon të sjellë në ekran botën e fëmijëve të komunës së Gjakovës. Ky emision do të përfshijë fillimisht të gjitha lokacionet e institucionit parashkollor Ganimetet Tërbeshi, duke ju dhënë hapësirë fëmijëve që të shprehin talentin, kreativitetin dhe energjinë e tyre përmes aktiviteteve të ndryshme, edukative dhe argëtuese. Të vegjëlit e Gjakovës pritet të jenë një dritare e veçantë për prindërit dhe komunitetin, për të parë nga afër zhvillimin dhe përkushtimin e edukatorëve dhe stafit në institucion, ndaj më të vegjëlve.
Emisioni mund të ndiqni çdo të premte duke filluar nga ora 17:30 në ekranin e televizionit Syri, si dhe në rrjetet sociale. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndohemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Përkujtohen viktimat e masakrës së ndodhur në familjen Vesa. Hendikos në Gjakov shënon ditën e autizmit me aktivitetin dyert e hapura. Bashku, mësimdhënësit të mos nënshkruajnë kontratat të reja që nuk mbrojnë të drejtat e tyre. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.